Përshëndetje, sapo kemi miratuar rregulloren për përdorimin e hapësirave publike, do të adresoj një nga problemet më akute që ne kemi përgjithsisht në komunitete, kur flasim për të drejtën që kanë qytetarët për përdorimin e këtyre hapësirave publike, gjithmonë në të mirën e familjeve, por në të njëjtën kohë duke garantuar po ashtu mundësi për sa i përket zhvillimit që subjektet duhet të kenë nga pikpamja e aktivitetit tregtar. Rregulloria në fakt do të sjellë risi për sa i përket një unifikimi të gjithë praktikave në nivel kombëtar, ku ne tashmë do të kemi rregulla të qarta për sa i përket mënyrës se si mund përdoren hapësirat publike, por po ashtu bashkitë janë tashmë në të njëjtin shtrat për sa i përket sistemit rregullativ dhe po ashtu ka specifika të caktuara ku bashkitë do të kenë mundësinë për t'i adresuar ato nëpërmjet vendimeve të Këshillit Bashkiak. Akti është konsultuar gjërësisht, bashkitë kanë qenë pjesë e procesit të miratimit të kësaj rregullore dhe besoj që kjo do të krijojë totalisht një platformë të re për sa i përket menaxhimit të hapësirave publike në territor. Vendimet të ditës sotme, po ashtu referuar paketës male, kemi pasur 4 bashki të reja të cilat sot kanë miratuar zonat prioritare, duke filluar me bashkinë Sarand, Kuçov, Gramsh dhe Tropoj. Ne vazhdojmë të ecim siç kemi qenë çdo javë këtu me bashkitë, të cilat miratojnë zonat e tyre prioritare. Tashmë mund të themi që numri i aplikimeve në territor, edhe për vetë faktin që numri i bashkive po rritet javë pas jave, është edhe më i madh, ka kaluar 500 aplikime. Besoj që edhe në javët në vijim ne kemi një sër bashkisë të cilat janë në proceset përfundimtare të miratimit të zonave prioritare ku ata besojnë që ka nevojë për t'i dhënë prioritet zhvillimit ekonomik lokal në bashkitë e tyre. Zoti Ministër, do e pyes sërish për reformën territoriale. Pasi në takimin e zgjeruar të grupit keni prezantuar, zoti Mazniku ka prezantuar dhe 4 variantet për sa i përket të Partisë Socialiste për ndarjen territoriale. A është skenari 3 dhe 4 ku Shqipëria të ndahet në 4 rajone dhe qaqet të shkojnë në zgjedhje të drejtë për drejta versioni i preferuar i socialistëve? Faleminderit. Në fakt, në mbledhjen e zgjeruar të grupit parlamentar janë diskutuar modele të ndryshme, nuk ka një qëndrim absolutisht nga Partia Socialiste apo nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe aq më tepër brenda komisionit posaçëm. Ne besojmë dhe unë do i referojmë përsëri të njëjtin mesazh që kam thënë gjithmonë, ne duhet të ecim përpara me procesin. Është krejt normale që të gjithë jemi duke analizuar modele të ndryshme, të cilat vetvetiu nuk e kemi shpikur vetëm ne, por ka vende të ndryshme të cilat kanë modele të ndryshme në territor. Kuptohet që ne i referohemi më shumë specifikave që ka Shqipëria dhe aq më tepër sfidave që ne do të kemi përpara. Nuk ka një qëndrim. Kjo është shumë e saktë. Besoj që mbase dhe informacioni që ka dalë nuk ka qenë i plot. Por aty janë diskutuar në parim disa prej kolonave kryesore ku kjo reformë duhet të mbështetet. Dhe besoj që kjo e bën procesin më të shëndetshëm dhe patjetër produkti përfundimtar do të jetë edhe më i mirë.